Përshëndetje të gjithëve. Atëherë mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do flasim në lidhje me hënën e re, që është në datën 27 maj dhe është në shenjën e binjakëve. Dhe do shohim se çfarë efekte ka kjo hënë e re për të gjitha shenjat e horoskopit. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit qershor, sepse aty shtrihet i gjithë muaji, por dhe videot e javës, por dhe tema të ndryshme që postohen në këtë kanal. Dhe do fillojmë të shohim çfarë efekte ka kjo hënë e re, që është në shenjën e binjakëve, të gjitha shenjat e horoskopit. Unë do flas në të përgjithshme, dhe është një hënë shumë pozitive, që krijon fillime të reja, sepse ka një lidhje me Mërkurin, që është planeti i shenjës së binjakëve, është guvernatori i shenjës së binjakëve, por është në sekstil me Plutonin dhe me Saturnin, që do kenë edhe ato ndikimet e veta. Dhe është një hënë e re që do japi mundësi për fillime të reja, por që ju të bëni dhe ato lëvizjet për të korrigjuar gabime dhe pasione dhe për të ripërtërir jetën tuaj dhe për të filluar diçka të re. Por kjo hënë e re do t'ju japi një energji, do keni ide dhe qëllime të reja, do keni mundësi për të qenë mendje hapur, do jeni social, do jeni shumë bashkëpunues, por do përmirësoj dhe aftësitë tuaja të komunikimit. Gjithashtu ju do harrini të sfidoni ato zakonet e vjetra dhe besimet e vjetra që ju kanë penguar deri tani dhe kërkojnë kjo hënë e re kërkon që ju të përdorni mënyra të reja. Por mund të jenë mënyra shpikse për të bërë përparimin. Dhe të keni dëshirë për të dalë, për të bërë njohje të reja, për të flertuar, për të takuar të dashurit tuaj, për të qeshur, për të argëtuar. Është një hënë e re shumë pozitive për të gjithë. Gjithsesi, ju do jeni shumë të frymëzuar, do keni oreks për të mësuar diçka, do zgjeroni horizontet, ose kjo hënë e re do japi një energji edhe për zgjuarsinë, më falni, për të shfrytzuar mundësitë që do lindin, për të përmirësuar aftësitë tuaja të komunikimit. Sigurisht që binjakët janë një shenjë ndryshueshme, por pëlqejnë dhe gjërat e larmishme, ose është një shenjë ku nuk qëndrojnë të përqendruar në një temë. Pasi mërziten, i mërzit rutina dhe duan të jenë në lëvizje. Kështu që dhe ju kështu do jeni gjatë kësaj hëne të re. Është një hënë fantastike, do sjelli kuriozitet, do jeni impulsiv, diskutime, do ketë vendime të ndryshme, dhe këtë mund ta merrni në gjitha llojet e situatave, ju do bëni plane, do reklamoni produktet tuaja, do keni negociata, takime me njerëz të ndryshëm, por do ketë dhe takime, biseda, aktivitete shoqërore. Është një hënë e re, këtu kemi dhe Plutonin, dhe Plutoni është kontrolli i sekreteve, kështu që do japi një forcë dhe guxim për t'u përballur me situata dhe për të marrë kontrollin e jetës tuaj në duart tuaja. Gjithashtu do ketë angazhim në qëllimet që ju do keni, por është edhe në sekstil kjo hënë e re që është me Saturnin. Saturni është një planet i rrept. Kështu që këto fillime të reja duhet të jenë më të organizuara. Në qoftë se ju filloni një punë të re, atëherë duhet të jeni më të organizuar. Në qoftë se ju filloni një partneritet, një bashkëpunim ose diçka të re, atëherë thjesht kërkohet një lloj organizimi. Nuk duhet të tregojnë të nxituar gjatë kësaj periudhe, por të hidhni dhe hapa dhe të bëni veprime që të sjellin sukses. Në qoftë se dëshironi vërtet të bëni diçka të re, atëherë është Saturni. Doni ju është Saturni që ju detyron që ju të jeni të organizuar për të pasur një sukses në lidhje me këto fillime që do bëni. Por aty kemi në sekstil edhe Neptunin. Neptuni është një planet
ku ju do t'i besoni intuitës tuaj, do dëgjoni zërin tuaj të brendshëm, do përdorni gjithçka me zgjuarsi, me imagjinat, me ndjeshmëri, por dhe me empati. Kështu që do keni talente artistike gjatë kësaj periudhe që mund të jenë të fshehura, por është diçka që mund të fshehë edhe një kurth, dhe kjo ka lidhje më tepër me idealizimin e personave. Në qoftë se ju idealizoni një person që dëshironi të futeni në njohje, ose jeni në njohje, në një lidhje, në një marrëdhënie, atëherë mos e bëni gjatë kësaj hëne të re, sepse duhet të qëndroni me këmbë në tokë. Më tepër do preken shenja që do kenë ndikime pozitive, shenja e binjakëve. Shenja e binjakëve do preket shumë nga kjo hënë e re, do jetë një augur i mirë dhe pozitiv në lidhje me shenjën tuaj dhe do vazhdoj për një vit të tërë ky augur që do merrni me këtë hënë që keni në shenjën tuaj. Shenja tjetër është shenja e Virgjëreshës, që do ketë edhe ajo do ketë ato efektet e veta, dhe në lidhje me shenjën e Virgjëreshës, kjo ndikon në lidhje me fushën e karrierës, me njohje sociale, me punën tuaj. Ju do jeni shumë dashamirës me njerëzit tuaj gjatë kësaj periudhe dhe do ndikoj shumë fort edhe në shenjën e Shigetarit. Unë do them vetëm pak fjalë, mund të nxirrja edhe një video tjetër me këto. Gjithsesi, po përmend disa fjalë dhe e rëndësishme është që do ndikoj pozitivisht tek ju. Jo vetëm te ju, por te gjitha shenjat e horoskopit. Në lidhje me ju, ka të bëjnë më tepër me marrëdhëniet, me partneritetet, me martesën, me një stabilizim në nivel profesional, personal, është një hënë fantastike. Gjithsesi, do shohim të gjitha shenjat e horoskopit, kjo ishte thjesht e përgjithshme dhe kjo do ndikoj po kështu të gjitha shenjat, se gjithse cili nga ju mund të shofi shenjën, por ju mund të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente, ku e keni. Atëherë do fillojmë pa humbur kohë me shenjat e horoskopit. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së peshores. Atëherë do shohim se çfarë ndikimi do ketë, më falni, kjo hënë e re edhe në lidhje me shenjën tuaj. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Dhe shohim energjinë që na vjen. Në lidhje me ju shoh që do keni romanca gjatë kësaj hëne të re, do keni flerte, por ndërkohë do jeni në lëvizje gjatë gjithë kohës për të bërë një fillim të ri. Disa prej jush do keni një ofertë në lidhje me dashurinë. Është një person që ka shumë pasion. Ju do ndiheni, do prisni një lajm ose një mesazh nga ky person që dëshiron të futet në njohje me ju, por ju shoh që do jeni duke e menduar këtë gjë. Bini pak të trishtuar dhe pse ky person ju ofron këto emocione dhe këto ndjenja që ka, ju përsëri ndjeni në një situatë ku jeni duke bini pak të trishtuar, nuk e di. Ju shoh që jeni përballur me pengesa ose do përballeni me pengesa, por ju do t'ja dilni. Ose mund të jeni ju që shkoni drejt një personi dhe ky person ndoshta do jetë pak mund të bjeri që e refuzon këtë dashuri dhe ju do përballeni me një sër pengesash me këtë person, por shoh që do t'ja dilni me këtë situatë. Ndërsa në lidhje me marrëdhëniet, ju shoh në lëvizje gjatë gjithë kohës, mund të keni udhëtime gjatë kësaj periudhe, mund të jenë udhëtime të shkurtra ose të gjata. Ju do arrini të stabilizoni marrëdhëniet tuaja ose të ndiheni më të sigurt në lidhje me një udhëtim që dëshironi të bëni. Dikush në familje mund ta refuzoj këtë udhëtim, por gjithsesi aty do haseni ndoshta me pengesa, me persona të ndryshëm në familje, me personat e familjes tuaj, por ju do arrini ta zgjidhni këtë situatë. Ndërsa në lidhje me punën, shoh që do jeni në lëvizje gjatë gjithë kohës me karrierën, me projektet, me bashkëpunime të ndryshme, do merrni disa para aty. Do t'ju vi një ofertë tjetër në lidhje me punën, por ju do jeni duke e menduar. Ndoshta
sepse mund të keni kaluar një sër pengesash edhe me punën, por shoh që ju do t'ja dilni me sukses. Këtë mund ta merrni dhe nga ana ekonomike, por dhe në situata të ndryshme që keni. Gjithsesi është një hënere që do t'ju japi siguri në lidhje me fillimet e reja, do keni më besim në veten tuaj dhe do keni oferta, do keni udhtime. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së akrepit. Atëherë do shohim se çfarë ndikimi ka kjo hënere edhe për shenjën tuaj. Ju uroj ta kaloni sa më mirë gjatë kësaj hëne të re, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Dhe shohim energjinë që do vi edhe për shenjën tuaj. Shoh që ju keni bërë shumë durim në lidhje me situata të ndryshme. Ju mund të keni bërë durim në lidhje me një njohje, shoh që mund të jetë një person që ka ngesur në mendimet tuaja ose ju mendoni negativisht në lidhje me një person, me një dashuri. Por unë shoh këtu që ju do keni një takim. Do jeni mund të ndjeni, do dëgjoni intuitën tuaj dhe faktikisht me këtë hënë të re dhe intuita do jetë më zhvilluar, plus që ju si shenjë e keni intuitën të zhvilluar, ndërkohë ju shoh që keni hequr gjërat dorë nga gjërat që keni besuar dhe do fusni besimet e reja gjatë kësaj hëne të re. Gjithsesi dilni nga mendimet negative sepse rrugën e keni të hapur në lidhje me një dashuri, me një takim. Për gjithë ata që dëshirojnë të futen në një njohje, por dhe gjithë ata që janë në njohje ose në lidhje, por dhe në marrëdhënie tuaja, sepse shoh që do jetë një periudhë shumë e mirë për ju, me qetë, ju sigur do çliroheni nga disa situata. Në lidhje me punën tuaj, dhe aty keni bërë shumë durim, ndoshta keni ngjecur në mendime edhe në punën tuaj, në karrierën, në partneritete, dhe shoh që do besoni në intuitën tuaj në lidhje me një partneritet që do futeni gjatë kësaj periudhe. Disa prej jush duhet kenë kujdes në lidhje me anën tuaj shëndetësore, ndoshta ju keni ngesur në mendime negative, mendoni që shëndeti s'po ju ecën ose keni probleme ose diçka tjetër, por intuita do t'ju ndihmoj të çliroheni nga mendimet negative. Për të bërë fillime të reja, ndoshta një check-up, një kontroll mjekësor për gjithë ata që mund të kenë probleme, por ndërkohë kjo ka vlerë edhe në lidhje me punën nga ana ekonomike, por edhe në lidhje me pjesën e dokumentave ose me pjesën e studimeve për një pjesë tjetër, sepse shoh është një proces hënor këtu. Ju ndoshta keni filluar të dëgjoni intuitën tuaj duke hequr dhe dorë nga gjërat që keni besuar dhe duke futur besime të reja në lidhje me çfarë do lloj situate që të jeni. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Shijetarit. Atëherë do shohim çfarë ndikimi ka kjo hënere edhe në shenjën tuaj. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Tek ju do ketë efekte shumë pozitive, se nuk e di e përmenda në fillim të videos, por do ketë efekte shumë pozitive në lidhje me ju. Me shenjën tuaj. Dhe ju shoh që jeni duke menduar shumë seriozisht në lidhje me njohjet për të bërë një fillim të ri. Ndoshta ju dëshironi të futeni në një njohje të re, në një lidhje ose të shohni njohjet dhe lidhjet përpara, ose në rastin tjetër edhe në lidhje me marrëdhëniet tuaja, për t'i çuar marrëdhëniet para. Por ndërkohë ju shoh që keni ngesur dhe ju në mendime negative në lidhje me situata të ndryshme. Por ndoshta diçka që ju ka lodhur për një kohë të gjatë. Ndoshta ju keni menduar që gjërat nuk ecin në një njohje, ju s'po gjeni një person, në marrëdhëniet tuaja nuk po ecin gjërat si doni, por jo. Thjesht
janë mendimet tuaja, rrugën e keni të hapur, dhe kjo gjë ju ka lodhur për një kohë të gjatë. Por unë shoh që ju do bëni fillime të reja. Mund të keni fillimin e një njohje të re, mund të keni një flert, një romancë, një shtatzani, një fillim të ri ekonomik, një fillim të ri nga ana profesionale, por shoh edhe fillime të reja në lidhje me marrëdhëniet tuaja. Sepse ka lidhje dhe me marrëdhëniet. Ndërkohë jeni duke menduar shumë fort nga ana ekonomike. Ose një person mund t'ju mbështesi, mund t'jetë edhe një person që mund t'ju këshilloj në lidhje me punën tuaj, me karrierën, me projekte të ndryshme, por mund t'ju mbështesi dhe nga ana ekonomike. Në një rast, në rastin tjetër mund t'jeni ju ata që do jeni në një pozicion të mirë ekonomik, por ndërkohë do jeni duke menduar për të bërë fillime të reja, fillimi një projekti, fillimi një bashkëpunimi të ri, fillime të reja në marrëdhëniet tuaja, ose edhe në lidhje me pjesën e dokumentave për një pjesë tjetër. Mund të keni qenë duke bërë disa punë njëkohësisht, kjo gjë ju ka lodhur dhe do të jepni fund gjatë kësaj hëne të re për të filluar diçka që është më e përshtatshme për ju. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Briciatit. Atëherë do shohim se çfarë ndikimi ka kjo hënë e re edhe për shenjën tuaj. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Atëherë, në lidhje me ju shoh që ju mund të keni nevojë për një pushim. Keni nevojë për një pushim për të menduar se si do të jepni drejtim situatave, si të jepni drejtim një njohje që ju dëshironi ta bëni, dhe do t'ju ndihmoj shumë intuita në lidhje me këtë gjë. Në rastin tjetër, ju duhet të merrni një pushim për të menduar në lidhje me marrëdhëniet tuaja, me punën tuaj nga ana ekonomike, se si t'i çoni gjërat para. Ndërkohë ju shoh që keni hequr dorë nga gjërat që keni besuar deri në këto momente, do fusni besimet e reja në jetën tuaj, por duke dëgjuar intuitën tuaj. Do jeni në një gjendje pagjumësie, ndoshta duke menduar se si të jepni drejtim situatave, dhe kjo gjë do t'ju lërë pa pagjumë. Për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje me studimet, mund të ketë lidhje edhe me pjesën e dokumentave, por unë shoh një realizim. Ju i keni të gjitha mundësitë për të realizuar gjërat që ju dëshironi. Kjo ka vlerë dhe në lidhje me punën tuaj dhe nga ana ekonomike, por dhe në situata me dokumenta të ndryshme, me studime tham ose diçka tjetër. E rëndësishme është që ju harrini dhe keni gjithçka në dorë për të realizuar gjërat që ju dëshironi, për të realizuar një dashuri, për të futur në një njohje, për të pasur romanca, për të pasur flerte, për të pasur një dashuri të re, ose për të pasur një punë të re, për të çuar gjërat para, por edhe për të çuar dhe anën tuaj ekonomike, ose të realizoni diçka edhe në lidhje me anën ekonomike. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Ujorit. Atëherë do shohim se si ndikon kjo hënë e re edhe për shenjën tuaj. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Në lidhje me ju shoh që do të çliroheni nga situata që ju kanë lodhur deri në këto momente. Ju mund të çliroheni nga një lodhje që mund të keni pasur në lidhje me njohjet, lidhjet e mëparshme, dhe shoh që ju do filloni diçka nga zerua. Mund të jetë fillimi një njohje të re, fillimi të hidhni hapa në lidhje me marrëdhëniet tuaja në çift. Në rastin tjetër të filloni diçka në lidhje me punën, do jeni plot ide gjatë kësaj periudhe, dhe ju shoh që gjithçka është në dorën tuaj për ta realizuar, sepse i keni të gjitha mundësitë. Dhe kjo ka lidhje dhe në lidhje me anën ekonomike për një pjesë prej jush. Disa prej jush mund të mbyllni një projekt, një bashkëpunim, ose ju keni pasur disa punë njëkohësisht dhe do çliroheni nga këto situata dhe do ndiheni shumë entuziast në lidhje me fillimet e reja që do bëni gjatë kësaj periudhe. Dhe
i keni të gjitha mundësit për ta bërë. Mund të jetë fillimi një dashurie të re, mund të jetë fillimi një pune të re, sepse me këtë hënë të re ka fillime të reja. Shoh që keni oferta, mund të jetë një ofertë në lidhje me dashurinë, një ofertë në lidhje me punën, është një ofertë ekonomike, ose ju jeni duke menduar shumë seriozisht në lidhje me financat tuaja. Dhe ka qenë një lloj karme, nëse ju keni pasur disa vështirësi, por gjithsesi e rëndësishme është që ju do harrini të realizoni. Gjatë kësaj periudhe mund të nxirrni dhe ato talentet tuaja të fshehura. Dhe kjo gjë do t'ju bëjë që ju të ndiheni entuziast dhe të riskoni, mund të ketë lidhje me artin, me sportin, me një biznes, me gjëra nga më të ndryshmet, me studime të ndryshme që ju mund të bëni. Por shoh që ju do harrini të realizoni këto fillime të reja që dëshironi t'i bëni nga zerua. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së peshqve. Atëherë do shohim se si do ndikoj kjo hënë e re edhe për shenjën tuaj dhe ju do jeni nga shenjat që keni ndikime pozitive nga kjo hënë e re. Dhe shohim se si mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe shohim energjinë që na vjen edhe për shenjën tuaj. Shoh që do ndiheni shumë mirë, do jeni festiv, do jeni duke festuar në shoqëri, në njohjet që do bëni, lidhjet, do jeni shumë emocional, me qëllime në veten tuaj. Për pjesën e personave që janë beqar, ju shoh që ju do t'i vendosni qëllime vetes, por ju shoh me një person nga e kaluara, që rikthehet tek ju. Do jeni duke menduar seriozisht këtë situatë, dhe këtu kemi energjinë tuaj, ju shoh do keni shumë emocione në lidhje me këtë njohje ose me një rikthim të një personi nga e kaluara. Në rastin tjetër, ju shoh që do keni një ose do jepni një mbështetje shumë të madhe nga fëmijët tuaj ose fëmijët ndaj jush, me qëllime në veten tuaj dhe në lidhje me këto situata. Do mendoni shumë për anën ekonomike gjatë kësaj hëne të re, por ndërkohë shoh edhe lajme të mira. Shoh një çlirim shpirtëror në lidhje me situata të ndryshme. Në marrëdhëniet tuaja, në punën tuaj, nga ana ekonomike, shoh që do kthehen çështje nga e kaluara, por që do jenë pozitive, do jenë për mirë. Dhe ju do ndjeni me entuziazm, do jeni më kreativ, mund të keni dhe kontrata të rëndësishme gjatë kësaj periudhe, por do t'i vini dhe qëllime vetes. Ju shoh të fokusuar shumë në anën ekonomike. Por ndërkohë keni lajme të mira, një njohje re që mund të filloj gjatë kësaj periudhe, mund të keni romanca, flerte, do ndjeni shumë të gëzuar, shumë entuziast, ju shoh, por mund të keni edhe një lajm ose një ofertë në lidhje me punën tuaj, por nga ana ekonomike ose me projekte, me bashkëpunime të ndryshme që ju do keni. Atëherë kjo ishte për të gjithë ju. Ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje, një të diel sa më të këndshme. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Atëherë ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit qershor, por dhe videot me tema të ndryshme, videot e javës, por dhe me tema të ndryshme të këtij kanali. Atëherë dëgjojmë në videot e radhës.